Plani për punësimin e të moshuarve, masat e qeverisë për 5 vite të ardhshme pritet lehtësim për taksat e makinave dhe kamat vonesat. Të moshuarit që kërkojnë rritje të pensioneve për të mbuluar shpenzimet vetjake duhet punojnë sërish si një zgjidhje për një jetë më dinjitoze dhe pasjen e burimeve të mjaftueshme financiare, qeveria planifikon një plan masash për grup moshën e tretë në 5 vitet e ardhshme. Mbrojtja ekonomike dhe sociale të moshuarve në nevojë do të mbështetet në integrimin e tyre në sektor të cilët kanë nevojë për punëtor, por kryesisht në ata të gjelbërt. Parësore është krijimi i mundësive të punësimit në sektorët e gjelbërt, nxitja e krijimit të ndërmarrjeve sociale si një instrument për punësim dhe vetpunësim të të moshuarve. Planifikohet gjithashtu të krijohet një mjedis mundësish për një jetë dinjitoze për gratë dhe burrat e moshuar të moshës 60 vjeç, e cila do të përfshijë edhe lehtësirat fiskale, duke nisur nga heqja e tatimit për vendosjen për shtëpinë e banimit, tokën e tjerë, por edhe heqjen e taksës vjetore për automjete të vetjake të moshuarve 65 vjeç plus dhe reduktimin e gjobave dhe kamat vonesave, përmirësimi i aksesit në shërbime bankare dhe financiare, qasja drejt zhvillimit të llogarive kombëtare të transfertave si dhe lehtësira fiskale për të moshuarit. Janë mbi 608.000 pensionistë në zonat urbane dhe mbi 96.000 në zonat rurale që presin të përfitojnë nga politikat lehtësuese. Ndonse kërkesa kryesore të moshuarve është pasja e një pensioni dinjitos krahasuar me rajonin dhe Europën.